Çështja e edukimit ndryshe e percepton njëri, ndryshe koncepton një tjetër, ndryshe e njeh, domethënë pra edhe grupet e interesit në shoqërinë ku jetojmë. Madje në gjithë botën sot përkufizimet janë të ndryshme. Po për ne muslimanët ka diçka të rëndësishme. Përkufizimi i edukimit, koncepti i edukimit, domethënia e edukimit vjen prej Zotit. Prandaj kemi atë hadithin e njohur që e transmeton Muslimi faktikisht ku profeti alayhis salam thot imani, besimi ynë ndahet në 70 e sa deg. Më e larta është fjala la ilaha illallah, pra njëshmëria e krijuesit. Dhe më e ulta heqja pengesës nga rruga. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që besimi ynë, fillim dhe mbarim lidhet me sinqeritetin. Sinqeritet me Zotin që të krijoi, sinqeritet me krijesat e Zotit. Pra nuk është edukimi aq i ngushtë ose aq pak i rëndësishëm mund ta quajmë. Jemi në një autobus, do t'i lirojmë vendin atij që është më i mëshuar. Ose një grua gjithashtu e mëshuar apo një grua shtatzën do t'i lirojmë vendin sepse meriton, apo do t'jemi të buzëqeshur me njëri tjetrin, do të respektojmë njëri tjetrin në formë reciproke gjithmonë, edhe mbaroi domethënë edukata dhe mbaroi edukimi, mbaroi procesi i mirësjelljes. Jo, mirësjellja në Islam fillon me burimin nga sinqeriteti. Pra, sinqeriteti është mbi të gjitha, fillimisht me Zotin që të krijoi. Pastaj me krijesat e Zotit, sepse Zoti na bëri qenie sociale dhe shoqërore. Ne mund të jetojmë dhe si individ ose me frymën e individit brenda shtëpisë, kemi ato marrëdhënie dhe raportet e punës me njerëzit e tjerë, shkojmë punojmë, kemi disa të ardhura mujore dhe e mbyllëm me kaq. Jo. Nëse mund të bëjmë një parantezë për shembull, e keni vënë re që po ti pyesësh sot shumicën e njerëzve, domos muslimanët, pse je krijuar? Ai thotë, unë jam krijuar që të adhuroj Zotin. Më fal, po Zotin e adhurojmë edhe brenda shtëpisë. Zotin e adhurojmë edhe në te vendi punës ku punojmë. Por dimensioni i krijimit, urtësitë e krijimit ka një dimension shumë më të madh.